Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Gjatë rrugtimit ton në jetën e kësaj bote, shpesh herë ballafaqohemi papritmas me gjëra të vështira, të cilat ndoshta ndikojnë edhe në konceptin e jetës. Por po ashtu, gjatë rrugtimit tonë në jetën e kësaj bote, shpesh herë dhe ballafaqohemi me gjëra të bukura, të cilat na motivojnë për të vazhduar jetën dhe na lumturojnë shpirtin. E kaluara, e cila ka regjistruar gjëra të mira dhe të këqija, fatkeqësisht shpesh herë për disa njerëz në këtë jetë bëhet sebeb që ta humbin edhe të ardhmen. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh rëndësinë e kësaj teme dhe në vazhdim të temës së kaluar rreth kritereve të jetës, sot shkurtimisht do të flasim diçka në lidhje me atë se e kaluara nuk është pengesë për të ardhmen, dhe se e kaluara duhet të jetë vetëm mësim për njeriu e jo pengesë për ardhmërinë e tij. Të ndershëm vëllezër besimtar, në jetën e kësaj bote secili njeri ka një histori të veçantë në raport me të papriturat e jetës. Por jo secili njeri sfidat e jetës i kanalizon në fitorën e së ardhmes. Kanë thënë dietarët e mëdhej, përballë sfidave të jetës janë dy kategori të njerëzve. Një kategori është e cila dështon dhe kaluara bëhet peng për ta shiu këtë ardhmen. Dhe grupi i dytë i njerëzve janë ata të cilët e kaluara e tyre shndrohet në armë të fuqishme për ta ndërtuar të ardhmen. Pra vëllezër të dashur, nëse në rrugë të jetës shpesh herë kemi dështu, kjo nuk do të thotë se ne jemi të paaftë mi realizuar qëllimet e jetës në të ardhmen. Mos u bë peng e të kaluarës. Keni pa vëllezër të dashur një shembull thjesht. Kur t'i vjen iza për Zotit fëmijës me hecë, edhe ai e provon një herë dërzohet, nga mbrenda i flet mesazhi i Zotit Madhërisht se ti dush me provu për s'dyt, se ka arë momenti me hecë, jo me prek në tokë ti. Dhe ai pastaj pas 3-4 ore, 5 ore e provon në njerë. Nëse lëndohet pak, të jetën nesër më nuk e provon. E pastaj përsëri vjen iza për Zotit dhe t'i hecë. Dhe e provon dhe hecë dhe pastaj bëhet njeri që i fuqishëm. Pra sfidat kur zohemi në këtë jetë të dashur vëllezër, e kaluara nuk ban më bë peng për të ardhmen. E di pse s'ban më bë peng për të ardhmen. Kanë gabu më shumë se ti shumë njerëz që kanë qenë më të mirë se ti. Kanë gabu, por të nesërmën e kanë përmirësuar gabimin. Njëherë kanë dështu njerëz më të mëdhaj që na i marrim mësim për tyre, por të nesërmën e kanë rifilluar edhe njëherë suksesin. E nderuar rini, mos u bë peng e të kaluarës. Keni pa shumë njerëz, sepse se kam temën këtu, po përqoj si mesazh që na ka rënë me bisedu me njerëz. Thot, kam turp me ardhë në xhami. Pse më pengon e kaluara. E di vëllai i dashur që këtë njerëzit më të akuzu në ditë ka më të falë krijuesi yt. Pse po e dorë për krijuesit tanë për shkak të fjalëve të njerëzve? Për shkak po don me humb të ardhmen, për shkak se njerëzit thojnë edhe ti ke me shku në xhamia. Pse po bën shpengët kaluarës dhe humb të përjetshme. Sa i cili del për kësaj bote, edhe kur se ka pa derën e xhamis, njëherë kena me shti në xhami, kur t'ja fal një gjenazën, ama për ta një jetën këmë llogari ku ka qenë e ta një jetën. A një ditë kena me prunë shtrat vdekjes, se cili për me ishko me ardhë. E na duam që atë ditë, kur ta dëgjojmë
imamin, kushdo që tjetë, e thotë Allahu Ekber dhe është ndalë para trupit tonë, na duam pikrisht atë ditë, me qenë dita e faljes të Zotit Madhrishëm. Por shkak se kemi trokit në derë të Zotit Madhrishëm, pavarësisht gjunave dhe mëkatet që kemi bën jetën e botë. Vëllezër, askush nuk do më shumë se Zoti Madhrishëm. As ata antar që ki për rreth ti edhe unë, s'na dojnë më shumë se Zoti. Andaj mos jam mbyll derën vetes, tu i ngush ka flasin njerëz për rrethin, sepse ta humbin shansën për të ardhmen. Kjo botë është shans për botën e përjetshme, po dole pse botë pa fitu botën tjetër, mas ka kthim dhe përgjegjësia është shumë e madhe. Kthemi në temë për shkak kohës. E kaluara nuk ban me qenë pengesë për të ardhmen. Të dashur vëllezër, kanë thonë dietarët e mëdhej, kanë thonë jeta e kësaj bote është e dhimbshme. Dhimbjet e kësaj bote i mbulon shpresa. E shpresën e vërtetojnë punët. E punët i përfundon e gjeli e qel një kapitull për shpërblim dhe ndëshkim në ahiret. E Allahu në thanë në Kur'an, dhe ju do të shpërbleheni në bazë asaj që keni vepruar. Pra jeta kësaj bote dashur vëllezër ka dhimbje padyshim, por mbulohen me shpresën e Zotit të Madhreshëm, mbulohen me mëshirën e Allahut xhallahu ala dhe me dëshirën tonë për dalë prej të keqës. E pastaj kjo shpresë do të më anvesh do punë të hajrit, sepse nuk mundemi me shpresu me bin gruni në pranverë nëse kemi mjell në dimër. Kur mos shpreso për diçka që se ke mjell, se kur s'ka më ban. Kur mos shpreso me kanë banori xhenetit nëse si ke pa punë të xhenetit. Mos mashtron kjo shpresë, sepse edhe në këtë dunja pa punë s'ka. Qish me shpresu me bi barin në pranverë ose gruni kur se kemi mjell? Qish shpresojmë mja pa frutët një peme kur nëse kemi mjell, se kemi ujit? Qish do të shpresojmë në prag të vdekjes me taku Zotin e Madhreshëm dhe më bë banori xhenetit nëse na ta një jetën se kemi ditë që kanë punë të xhenetit. Edhe pse mëshira Allahut është e madhe. Dhe shpresën e të është shumë e madhe. Për këtë arsye vëllezër e dashur, rini e nderuar, mos u ban pengët kaluarës. Nuk ka njeri në këtë dunja që s'gabon. Madje gabimi më i madh i njerëzve të mëshëm, sepse gabojnë me të madhe. Por Allahu e ka lënë hala betejën hapur, derën e pendimit dhe derën e përmirësimit. Mos lejo e kaluara më ta vrasë të ardhmen. Dhe kanë thonë dietarët e mëdhej, kush është marrë në këtë dunja me dy gjana, ai kur s'ka me arrit qëllimin këtë jetë. Thot kush është marrë me të kaluarën, kur nuk ka me pas në dorë të ardhmen. Edhe kush u marrë me gjanat e huaja, kur s'ka me arrit vetat. Është një rregull e shkruar në këtë dunja, nëse ti angazhohesh për diçka që s'është e jotja, ki me humbe dhe atë hise që ki jetën se bote. Ki me methe pa të parën dhe pa dytën. Prandaj, fusha është e hapur të dashur vëllezër, e nderuar rini, mund të rrëzohesh sot, mund të sfidohesh sot, mund ta kemi të kaluar me gabime sa malët, megjithatë kemi një Zot që fal. Dhe shpresa në Zotin. Dhe jeni të përmirësohemi dhe të mos bëhet peng e kaluara për neve. Vëllezër të dashur, nuk e kam temën të atë aspektin psikologjik, studimet e mëdha të cilat janë bërë dhe pash një ditë një analizë psikologjike, tha 77% të njerëzve të cilët janë marrë me të kaluarën kanë dështuar të ardhmen. Ke studim psikologjik. E Allahu po na thotë mos u merr me të kaluarën. Mund gabosh ti unë këtë, por gabimi të kaluarës mos bëhet model për ty. Pe të kaluarës merr njëri veç mësim, kalimti. Edhe pastaj orientohemi për betejat tjera të jetës. Vëllezër të dashur, kur ka zbrit një ajet në Kur'an që Allahu ka thonë kedhalike kuntum min qabl, ju ka thonë shokëve të pejgamberit Allahu dhe kështu keni qenë ju më herët.
Ky ajet ka zbritë se një ditë prej ditëve kanë ardhur disa njerëz mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me shokët e pejgamberit. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu me një farforme e nënçmuan personin e fjalë, grupin e fjalë. Pse nënçmuan? Sepse këta e kriju një standard të jetës. U bën të devotshëm, të dijshëm, të sinqert. Kur erdhën atë grupi, këto i injoruan. Ama Zoti i Madhërisht ja dinte qëllimin. Edhe zbritja jetë në Kur'an, Allahu i tha pejgamberit, thuje shokëve tu, mos i injoroni ata njerëz, sepse dje ke qenë si ai. Ti ke qenë dje si ai. A di ç'është kjo meselë vëllazër? Sikur një i pasër me u tallë me një të varfër. Me harru se ai dje ka qenë vetë i varfër. Sikur një i dishëm me u tallë me një të padishëm, ka harru se dje vetë ka qenë ignorant. S'ja vlen. Dhe Allahu i dha shokëve pejgamberit, ju keni qenë dje të njëjtë si këta. Por Allah menna alejkum, Allah ju ka nderu, ju ka privilegju, e keni ndërprej të keshën dhe një bali derë të mirës. Dhe ku kemi rastin këtu, janë këtë shokët e pejgamberit shembuj, se si pe një bote të gabimit, pe një bote të dëshpërimit, prej një fushë komplet gabushme, bëhen lider dhe shembuj për gjenerata që vinë deri në ditë gjykimi. Dhe kur po flas këtu, është betejë e hapur, sfidohet kush do në jetën e bote, se s'ka mundësi mi përngja shokëve të pejgamberit. Nuk ka mundësi. A deri para Islamit ishin njerëz të gabushëm. Për ata tha Omeri, Allahu na ndryshoi me besim, me ne ndryshon botën. Pra vëllezër e dashur, e nderuar rini, mos bëhet pengë e kaluara që ti më shiu të ardhmen. Mos bëhet sebeb një diçka në trajektorën e jetës që ty ta pamundson me trokit në derë të Zotit Madhrishëm. Sepse çdo dyrë që kemi trokit këtë dunja kanë muna mbyll një nga një, e vetmja që s'mbyll është dera e Zotit të Madhrishëm. Andaj çlirohuni pe kompleksit të së kaluarës dhe të bëjmë maksimalin që të përmirësohemi në jetën e kësaj bote, sepse fundi i fundit ato që vinë pas neve nuk kanë me dhënë llogari për veprat tona. Ashtu siç nuk japmi në llogari për ato që kanë qenë para neve. Dhe Allahu xhalla wala tha në Kur'an, tha ne nuk ju pyesmi juve për ata që ishin para jush. Ashtu siç nuk do t'i pyesmi ato që vinë pas neve për punët tona. Shkojmë në një botë të përjetshme, na mbulon pluhuri dheut, kur kush smirret me neve, a ne jemi me një botë ku kërkohet përgjegjësi para neve. Na zbojmë përgjegjësi për ata që janë para nesh, edhe ata fare s'kan meni për neve ku jemi ne atë ditë ku jemi në këtë botë. Pra të kthehemi te Zoti i Madhrishëm, të mos bëhemi pengë të kaluarës, sepse askush s'na don më shumë se Zoti, madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla wa ala më shumë ti që e don njërin gabimtar i cili pendohet sinqerisht. Më shumë se ai i cili s'ka bërë mëkate. E Allahu na don, pra ne ta ndërtojmë të ardhmen duke u çliruar pe komplekseve ta ndërtojmë të ardhmen duke u çliruar pe komplekseve të së kaluarës, të marrim mësim veç atë sa na duhet për betejat jetës dhe të kalojmë me lenin Allahu Azza wa Jall sfidat me të cilat mund të ballafaqohemi. Tu pe përfundoj për shkak edhe të kohës, me vazhdu bi'idhnillahi ta'ala në xumën e ardhshme, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.